Kosova drejt zgjedhjeve të parakohshme, vetëvendosja kërkon të fitoj kohë deri në tetor. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare po përmenden si mundësi për dalje nga ngërçi institucional në Kosovë, edhe pse jo të gjithë besojnë se ato do të sillnin ndonjë ndryshim të madh në raportin e forcave politike. Sociologu Artan Muhaxhiri, njohës zhvillim politike, tha se ajo çfarë mund të ndodhë në një rast të tillë është një rezultat i përafërt zgjedhor rikthim në situatën që jemi aktualisht. Muhaxhiri shikon mbajtjen e zgjedhjeve të reja thjesht si tentativë për të vonuar zgjidhjen e situatës, sa ka Albert Kresniqi nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus thekson se zgjedhjet mund të jenë vetëm një rrugëtarje në rast se mungon kompromisi. Në 20 deri tanishme për konstituimin e kuvendit pas parlamentarëve të nënshkurtit nuk kanë prodhuar dot asnjë rezultat. Albania Naxhiu, kandidat cilës për kryeparlamentare Kurti nuk pranon ta zëvendësojë, edhe pse ajo nuk po arrin të sigurojë votat e nevojshme, hodhi idenë në mbajtje zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Vetëvendosja që doli e parë në zgjedhjet në shkurtit, por nuk siguroi mjaftueshëm vota për të formuar vetë me qeverinë, duket se i shikon zgjedhjet e reja si zgjidhje, megjithatë për pjesën më të madhe të opozitës, ato nuk do ndryshojnë situatën në mënyrë thelbësore. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelar Tahiri, thotë se nëse shkohet në zgjedhjet e reja të përgjithshme, ato sipas tij duhet të mbahen tani shpejt dhe nuk ka përse të pritet të zhvillohen bashkë me zgjedhjet lokale diku nga mesi i tetorit.